Përshëndetje dhe mirë se rikthyehet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja. Unë quhem Ermenit. Nuk e di dikush, nejse. Dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dikush nga ju kishte ngatruar emrin e Emres te komentet e kaluara, kishte shkruar Ermeni. Edhe jesh fiksuar tani do të quhem Ermenit japën, nga që thoshte mësoj Ermenit. Përshëndetje. Dhe kjo është mami. Neve, dje direkt pas pune, që ishte e premte dhe ishte dita që unë jam kthyer nga Barcelona, u bëm gati dhe erdhëm në Durrës, sepse mami dhe Aleksia kishte disa ditë për shkak se nëse po ja u them pak më vonë, që t'ja u thot vetë Aleksia, për të bërë plazh. Dhe të premte u bashkuam edhe unë me Emren dhe babin tim. Ne kemi ardhur tek Arbor Premium Apartments. Tu do qëndrojmë këtë fundjavë, edhe mami me Aleksa ka qëndruar këtu domethënë. Do ju tregoj edhe dhomën time, do ju tregoj edhe dhomën e mamit, babit dhe Aleksës, që ta shikoni, është shumë mirë. Më besoni, nëse keni nevojë që të vini në Durrës edhe doni të merrni dhoma, apartamente, Arbor Premium Apartments ja u sugjeroj. Por ashtu. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta. Vetëm ne jemi këtu. Hello. Rëmuj. Rëmuj jemi, me pushime rëmuj jemi. Të bëftë mirë. Atëherë së pari do ju tregoj suitën e familjes. Më ndiqni mua. Hapësira njerë më ka bërë përshtypje që ka shumë hapësirë të madhe, është të luash futboll, ka shumë hapësirë ka. Kjo dhoma që ka mami me babin Aleksin, ka edhe një kuzhinkë. Ska gjë filmoj se shtëpi pushimi është. Jemi që krëmuje, na falni, se ka gatuar mami në gjithë. Ka të kuzhinkën e vogël, ku gatuhet frigoriferi normale dhe tavolinën me 4 karige. E gjithë fasada është xham. Ka shumë ndriçim, të në edhe i ka mendon superdet. Tregoj janë qik pamje ku jemi këtu, por do ja u tregoj edhe më mirë pastaj kur të dalim jashtë me ndodhjen. Okej? Okej. Këtu kemi një divan të hapur, që është bërë krevat dhe është krevati pashaj të vogël. Kurse ky krevati këtu është krevati pashallarëve të mëdhenj. Televizor me mobilje televizori do ja të thoja. Dollapin, komodinkat edhe këto. Tash do vëmë nga dhomën time, hajde vëmë nga dhomën time. Edhe dhomën time kemi që këmbuj po ska gjë. Hajde doni gati dhe dini. Nuk do themi ka. Mirë se erdhët të dhomën tonë. Ka të ndes dritin. Okej. Dollapi aty. Ka vend mjaftueshëm për të gjithë gjëra. Ka edhe jorgan, ka edhe kuvert, ka edhe jashtë tjetër. Sa Aleksia për tonë të vit. Krevati, ka një divan tjetër aty që hapet edhe bëhet krevate dhe atje. Tavolina prap. Edhe këtu ka dhe një mobilje të vogël që ka gota e në... Kjo është tualeti. Hajde se. Të bëjmë video me të hapur. Hajde ta shtikim në plazh se do të lahemi. Këtu ndodhemi tek rruga Pavarësia dhe jemi fiks tek rrota e kuqe që i thonë kësaj zonës. Marrim majtas dhe futemi pastaj ka shkallët këtu ku është Arbor Premium Apartments dhe ja ku duket edhe tabela. Ja. Misri mirë? Mirë. Të pëlqeu? Po. Aleksis? Thua ju pak ndjekës vetëm i pse erdhe kaq shpejt me pushime? Është surprizë. Thua ju. Come on. Po çfarë është? It's exciting. Është një gjë që çdo njeri në jetë e bën. Në rregull, po jo çdo njeri në jetë e bën me motrën. Ha. Aleksia, thua ju ndjekës vetëm mbi pse i bëre pushime kaq shpejt? Pse bëre kaq pak ditë pushime këtë vit? Sepse Këteu këtej me.
Show some respect, Dom. Dashur njerëz, do nis punë. Alexia do nis pun. Edhe prandaj më duhet të bëja pushimet më shpejt. So, siç e kuptuat, siç e morët vesh, Alexia do filloj punë dhe do filloj punë në zyrën që punoj dhe jam shumë e lumtur. Punë, do me thënë do filloj praktik, po që jam shumë e lumtur që do punojmë të dyja në një zyrë. Nuk e di fare se si do bashkëjetojmë në zyrë, se si do funksionojmë. Ti je kolege aty, nuk je më president. Yeah, exactly. Edhe në fakt mezi pres, do filloj ditën e hen. Kilt. Jam shumë e lumtur. Edhe jam shumë krenare që Alexia do filloj punë, edhe do jetë puna e saj e parë. Edhe puna e saj e parë është në një studio arkitekture dhe në një studio të mirë, le të themi arkitekture. Kështu që, how do you feel, Alexis? Ë? Jam nervous. Është nervoze dhe anktioze. Për faktin që po marr për parë. Të gjithë kemi patur nga një punë për të parë. Gjithmonë ka një herë të parë. Şimdi bir tane hikaye anlatacağım. Yılların bir tanesinde balıkçı yaşarmış. Bu kadar. Hikaye bitti. Alexa. Jag ska bara mentalt jobba upp mig till det redan. Reading book. Men om ni badar, lägg gärna grejerna här. Letsoy book. Yo. Letsoy. Let. Pomsoy ha. Pomsoy. Çop. Ne? Pomsoy. Çop mëson. Letsoy. Letsoy. Poledzon. Mami po po fara. Po ha fara. Po ha fara. Four hours later. U pispillosëm, dolëm. Outfiti është e thjesht fare. Një fund këtë gjatë, edhe të lehtë, edhe sandalkat e mia të preferuara Windsor Smith, edhe një crop top me kështu spaghetti straps. Kamarot. Dhe kjo është Alexia. Alexia po qesh, shikoni po qesh vitet e mia. What the fuck, bro? Neve do shkojmë të takojmë me Gushen, shoqen ton. Ka ardhur këtej. Dhe është shtëpi po mëson. Se ka provimet e fundit të shkollës. Take it, Balkan couple. Take it. Balkan couple, thot, shiko që ka veshur. Shikojmë ato memet në Instagram që janë njëra çupa është e ngrehur edhe e veshur e pispillosur bukur, kurse e djali është me tuta edhe me shapka. Ky të paktën ka veshur atlete. Po të shënë si ka prapë me tuta është. Nejse. Alexia, sa e nxirë. Hello! Sa bugur. Mirëmëngjesi nga dita e fundit, nga dita e diel dhe dita që ne po largohemi dhe po kthehemi në Tiranë. Ishte një javë super e bukur dhe u mbyll në mënyrë më perfekte me det. Kështu që tani jemi të rikarikuar për të kthyer në punë. I themi mirupafshim edhe Arbor Premium Apart Hotelit dhe largohemi. Ndërkohë që t'ju shpjegoj pak më mirë, shikojeni pak ku është hoteli? Shikojni dhe ku është deti. Deti është direkt, do me thënë futesh te kjo rrugica këtu, edhe del tek Shezdone dhe pastaj te deti. Është shumë afër. Shtëpi e embla shtëpi. U lodhëm shumë. Edhe u çlodhëm, po edhe u lodhëm. Tani, duke qenë se ne në mëngjes nuk jetë mjaftueshëm. Ora është 11:00 qerek. Unë do shtrim, do vuja fut gjumit për një 2 orë. Edhe pastaj do ngrihem. Ja, ma, lütfen. Do ngrihem pastaj edhe. Ja, konuşuyorum be. Aşkım ama. Pa po ti në gojë.
Po thoja do ja fuz gjumit një 2 orë dhe pastaj do ngrihem dhe do pastroj dhe do të sistemoj shtëpinë. Porositëm për të ngrënë, se nuk ishim kohë që të gatuanim. Edhe Emreja mori, ç'a more? Burrito nga Serendipity, kurse unë mora fileto pule dhe një focaccia nga Juvenilia. Kjo çanta gjithë javën nuk u boshua. Që kur i ka ndej, erdha pastaj kthej dhe i ka në dushës. Thjesht të ndruan rrobat. Tani të bëj një lavatrice, në fakt duhet të kisha vënë lavatrice, po u shtiva për të fjetur një 2 orë edhe përfundova duke fjetur 4 orë pastaj. Se nuk po zgjohesha dot. Më ra alarmi dhe e fika. Dhe pastaj kur më mori mani me telefonin, atëherë u zgjova. Dhe këtë kuvertën në atë gufle, se Emreja është tip që ka shumë vap, djesitet shumë shpejt. Edhe mbajmë kondicionerin ndezur gjithë natën. Sa po marrova se fshiri dhe selari, unë po fshiva dhe po lava shtëpinë, sigur kam bërë të gjitha punët. Dhe i pa prova tani. Emreja ka dalë me Aslanin, po bën ca, ja, njore pak ndoshta. Edhe më tha që kur të kthej në shtëpi donte të dilte dhe me mua nga liçeni. Unë të them të drejtën jam lodhur kaq shumë me punët, sa nuk më diret fare, po më vjen keq se sa herë që i them ndonjë gjë për të bërë, nuk thot asnjëherë jo. Po, direkt. Nuk ankohet asnjëherë, kështu që edhe unë s'dua të bëhem si grifshe dhe të filloj edhe pse nuk dua. Një ditë për shembull, më mori nga puna, ishte ditë e premte. Më mori nga puna dhe nuk më tha fare që kishte rezervuar për të shkuar tek kapelet. Dhe unë që vazhdoj me programin tim, i them duhet të shkojmë tek posta, se duhet të marrim disa pako, pastaj duhet të shkoj të tapoj Aleksin që t'i jap ato porosit që ka marrë, ande po kthej. Dhe gjithë ky proces japi nga ora 5 deri në orën 6. Ndërkohë Emreja kishte rezervuar në orën 7 që të ishim tek kapelet. Dhe nuk më thoshte mua që nuk vem do t'i bim këto që do, se kështu kam rezervuar dhe s'do të klem i bon. Po vazhdoj me qetet e mia, me punët e mia. Okej, shkojmë aty, okej, shkojmë atje, dhe pastaj kur mbaruam të gjitha gjërat, morëm edhe disa gjëra në supermarket. Më tha mua, hajde tani ta se na vërtigoni se jemi për të ikur për të ngrënta, që kam rezervuar. Dhe unë që nuk e besoja, se po ti isha unë. Në momentin që do kisha rezervuar, nuk do kisha për asgjë tjetër. Do vija në shtëpi, do bëhesha gati, venge. Edhe do më kapte edhe stresi se mund të vonoheshim. Kursa i zero, hiq. Dhe si përfundim, shkuam, arritëm të kapelet që rekore para. Patëm kohë. Ndonjëherë mendoj që unë stresohem më tepër se ç'duhet. Dhe ky është fakt. Dhe kam filluar që të mendoj që disa gjëra duhet t'ja lej në dorë Emrejs, t'i zgjidh ai në mënyrën e vet. Që as për veten time mos të stresohem, pas atë mos ta stresoj me stresin tim. Nesër, pas punës jemi për të shkuar te klinika e re e Helens Biolife, sepse bën hapjen. Edhe na ka ftuar të shkojmë klinikën. Kështu që do ju marr dhe juve me vete. Sa po ullë aty si që më patë, më mori Emreja në telefon dhe më tha, a je gati? Se po vi unë, ti ikim nga liçeni. Do bëra gati direkt, vesha çaj gjeta aty për shpejt e shpejt. Dhe tani po pres të vi që të marrë me motor dhe të ikim. The next day. Arritëm. Kjo është lule që i mora Elenës. Dhe ja ku jemi lartë fare jo pink se nuk e bëj do zoom se i kam duart të zena. Kam nga një në kamerën edhe nga ana tjetër lulen. Kemi dhe Marien edhe Redionin para. Majtas. S'ka ndonjë pasqyrë këtu me? S'pas ka pasqyrë. Dikush t'i bjerë ziles.
Këtu jemi me. Sa e bukur, nuska tona. Irë tiri ta hyrë. Po futeni në kemën e djathtë. O, zemra ime. Në mishkëri, faleminderit. Wow, 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 wow. Sa cute kë kandi këtu. S'ka të dori. Tani, urdhëron njërë këto. O, Rosh, pse i hargjuar? Pse i hargjuar për zotin? E mora me këto ngjyra që të përshtatet sa do pak. Edhe Shfarësa nga lekët do se hije. Edhe This is mine. ma futi. Kjo është kuzhinka. Edhe unë tani po e shikoj të përfunduar. Pavarësisht se unë e di domethënë këtë ambientin, këtë apartamentin e Elenës. Dale me. Kjo mos ishte fare. Sa e bukur o zot. Tash mua më hahet. Po ta më pastaj. Karike sa të bukura. Shumë cute. Edhe divani, shumë i bukur, më pëlqen. Nasıl? Edhe Emreja. Si të duket Emre? Shumë bukur, të pëlqen? Ups, sorry. Emre, ju e të tiner, Faleminderit. Oh, ja dhe pasqyrë ka e bukur, unë kam edhe këtë çantën tjetër se normale do maja edhe kamerën. Jam shkëlafitur nga kokorja, duhet t'i rregulloj edhe një këto. Asa e bukur edhe ky ambienti. Shumë cute. Ja edhe një tualet tjetër. Të dytë. Po. Fritzishka jo me përrojnë para si klinikën e re dhe Mos ja se përqaj të unë. Hape atë tani, se do kompensohet. Nuk ishte një kafelin të bukur. Edhe një mut. Që shkron të mut? Nuk ishte lek për një kafelin të bukur. Po qaj. Puna ta ime. Kjo ishte për qef, ha? Shumë beka. Evo të gjo, kam të gjithë do me thënë shërir burri, kam edhe unë. Evo të gjo, Emre, ti ma ke bërë të? I të gjo. Ordane, baka sa i dhja. Oh, not. Faleminderit, Danja, këtheu. Rrëtullu, Danja. Që da vend të valina ima. Shiko, nuk e din që se duket apo jo, po unë po lotoj. Edhe nga i qesha dhe nga i qara që parë. Sa e bukur o zot. Shumë e bukur, ha? Ta gëzosh. Edhe patë sa më shumë punë në klinikën e re. Rofshi. Atë anticeluliti kur do ta... Për të flasim për kontratë Elena po pret tortën e dasmës. Elena na hajt neve, jemi pa ngranë. Ha, se erdhëm dire nga puna. Si ta presim në shqip? Me top. Si me top ka. A shkishte? Pa me se ka po vëllë tira, që se thamë. Jo 13, do të usdashti. Elena ka një surprizë, ka një dhuratë për ju. Një dhuratë për ju. Okej, edhe Emreja. Për këdo që vjen dhe thot, ka marrë nga Danja dhe ka kodin Danja, ka 20% ulje për çdo produkt ose shërbim që bën, deri në datën 15 korrik. Dhe në atë 15. Mirë. Shumë mirë. Okej? Po. Okej, bravo. Thank you. Edhe suksese. Po, mjafton.
na the. Si ishte dita e parë e punës? U knaqa. Ë? Yes. Tu duke vështirë? Jo. Si ishte ambienti? Shumë nice. Kolegët? Shumë nice. How do you feel? Mirë. Thoj në një gjë më tepër se s'do të bëj vetëm unë pyetje. This is reportage. Yes. Mirë, hajde, shemi nesër. Bye. He is the Albanian's most Famous. famous architect. Inshallah. Kismet. Kismet. Bye. Përshëndetje. Quna, përshëndetje. Pizza. Asë më bimë të vend fare ta heq kokorën, nga që lëllur jam. Pizza. Mëra pizza nga lakuna, mëra unë. është ora 10:33. Jam pa nga që në orën 1, që nga 3. Edhe që hem në më të një të tortë aty dhe ato në stilat, ato fotat të tata të Elena. E ti që s'duhet hasa e shumë vonë, edhe në qofë se duhet të jetë parë, për nuk duhet hapa e vonë. Po, this is life. Që kemi? Si kalove? Mirë, hiq. Si kalove ti? Mirë, shumë mirë. Shqyqër? Shqyqyr. Hajde, do flasim shqip. Hajde, 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 hajde. Hajde do mbyllim videon. Mos ha fara tash, turp. Okej. Tani, edi momenti që do mbyllim videon e sotme. Dhe si që thamë herën e kaluar, do t'i themi, do t'i mësojmë emres fjalë shqip 3. 1, 2, 3. Se kam e din. Fjala e parë që ka ardhur nga shpreja më sakt, ka ardhur nga kozeta, ka ardhur edhe nga alperabi që është e njëjta, është o korçare o i çfare. O korçare o... Again? Ja, otur bir tanem, otur. Say? O korçare o i çfare. Otur diyorum. O korçare o içfare. E tha. Do you know what it means? You know korçare değil mi? Hiç. Pak. Hiç ne demek? Hiç. Hiç. Ha. Hiç. Ya da korçar. Korçalı. Ha, ya korçalısın ya da hiç. Evet. Shprehja tjetër. Vlora'dan izliyor belki de bazı kızlar burada. Belki Vloralı, belki Tiranlı. Aşkım, people of Albania said this, ben söylemedim. Tamam o zaman. Shprehja tjetër është kur do ikim në Korç? Dhe këtë e ka thënë Tela dhe Mela. Maraujgë. Jo be, kur do ikim në Korç? Kur, ne zaman? Do, ikim. Ne zaman gideceksin Korça'ya? Kur do ikim? Ne zaman gittin? No, biz. Ne zaman gittik? No, do it means future. Ne zaman gideceksin Korça'ya dedim. Biz diyorum. Kur do ikim në Korçë? Kismet. Söyle diyorum. Kismet? Ne kismet? Kur do Söyle. ikim Korça? Kur do ikim në Korçë? Kur do ikim në Korçë? Ha, şükür. Ne demek? Ne zaman gideceğiz Korça'ya? Ha, şükür. Tjetra. Dhe e fundit është buzëqeshja të zgjat jetën. Oh, pafshim. Natë. Kjo është me vështira për momentin për emrin dhe e ka shkruar Sonila. E përshëndesim edhe Sonilën. Buzëqeshja të zgjat jetën. Impossible. Possible, of course. Buzëqeshja të zgjata jetën. Buzëqeshja Buzëqeshja të zgjat jetën. Bravo! Smiling makes you live longer. Shumë difficult. E vështirë. Zor. Po. Ajne. He? Zor. Zor, evet. Zor. Evet. Really? Shumë e vështirë ya da shumë e zorshme. Shumë e zorshme. Eh. Shumë e zorshme. Say it again. Buzëqeshja të zgjat jetën. Bravo. E kaloj provën e mreja për sot. Mos harroni të shkruani shprehje të tjera për videon e radhës që ti mësojmë emres. Do you remember the three of them? Again? Say it.
Kur do ikin në Korçë, jeni. O? 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 Kor... O? O kor? O korçare? Ja hiç. O hiç fare. O hiç fare. O korçare, o hiç fare. O korçare, Muzë qeshja të zgjat jetën. I don't remember what did I eat yesterday. Më duket se do kemi një mision shumë të vështirë për të mësuar emres shqip, edhe Po. pse është ne po. Ne anladın. Sen her zaman doğru söylüyorsun. Faj gjithmonë të drejtë thot të vërtetën. Do më të ketë të drejtë gjithmonë. Mirë se s'ka faj, se është ora 11:10. Tani, ju e dini, përpara se të largohemi, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju puthim dhe ju përqafojmë të gjithëve. Bye! Mua! Öyle mi? Bye!